Dashuria apo respekti, fitim? Unë besoj që të dyja, njëra pa tjetrën nuk munden me kriju atë që është një martesë Po thotë që nuk munden? Është tepër e vështirë kur vinë edhe fëmijët, mandej mundet me u zbe dashnia për mbetet respekti për partnerin. Njerëzit nuk duhen me qëndru në lidhje apo në raporte veç pse duhet, por sepse ndjejnë që aty marrin edhe japin diçka të vlefshme. Përdori humorin në përpjekje për me m'ju tregu njerëzve që martesa nuk është thjesht një akt, është një lloj procesi që është edhe me ndjenjë të mirë pozitive, është mbushet plot me dashni, me respekt, me mirëkuptim, me mbështetje. Por në anën tjetër është edhe proces sfidues. Imagjinojeni është Dashuria apo respekti, fitim? Unë besoj që të dyja, njëra pa tjetrën nuk munden me kriju atë që është një martesë Po thotë që nuk munden? Është tepër e vështirë me thonë që në një lidhje apo në një raport mjafton të ketë vetëm dashuri edhe mos ketë respekt, apo vetëm respekt dhe jo dashuri, por e imagjinoj edhe e kuptoj që në rastet kur martesa zgjat dhe në rastet kur fillojnë e zhvillohen edhe ngjarje të tjera brenda një raporti martesor, kur vinë edhe fëmijët, mandej mundet me u zbe dashnia për mbetet respekti për partnerin. Unë s'ka pikë dyshimi që Ylkën vazhdoj me konsideru si një person me shumë vlera dhe me shumë rëndësi për atë se kush jam unë sot. Janë diku mbi 18 vjetë që na i kemi bashkë prej momentit kur jemi njohët, dhe deri më sot mbi gjitha ka një komunikim të hapun edhe ka një mirëkuptim të plot. Edhe atëherë kur nuk pajtohemi ne gjejmë rrugë për me kuptu njëri tjetrin, dhe po besoj që kjo e ka mbajtur gjallë lidhjen deri më sot, por na kemi një mirëkuptim deri në atë pikë me Ylkën sa ne flasim për një lidhje, një raport që funksionon dhe mund të funksionojë deri në një pikë të caktuar atëherë kur ne ndihemi rahat në të. Dhe unë besoj që ky është koncepti i mirëfillt i martesës, që njerëzit nuk duhen me qëndru në lidhje apo në raporte veç pse duhet, por sepse ndjejnë që aty marrin edhe japin diçka të vlefshme. Sakrifica për dashuri? Dhe në farë pike mundet me shku? Shumë, sakrifica dhe në na dëgjojmë raste, fitim shumë mas sakrifica të smuta, po them kështu në atë kuptimin që pse di, rastet ndryshme kur dëgjoj habitna dhe në çfarë pike, po ja lojnë fajin dashnisë. Kështu që unë nuk e besoj që vetlëndimi duhet me qenë provë për dashurinë. Dashuria në esencë nuk do duhet me qenë kaq përvoj që lëndon në mënyrë që mja vërtetu tjetrit që ti e do. Van Goghu e ka prej edhe veshin për me shpjegu dashurin apo me manifestu dashurin e ti për dike. Por në anën tjetër unë nuk besoj që duhet të shkojmë deri në këta kufi të ekstremes vetëm dhe thjesht për me dëshmu dashurin tonë. Ndonjëherë dashuria vërtetohet edhe në akte të cilat janë ma simbolike. Ndonjëherë ajo është thjesht prezenca jonë, vëmendja jonë